Shëndet publik, vlerësimi i lidhjeve statistikore dhe lidhjeve shkaksore. Më sipër në kapitullin 1 u theksua se sekuenca e të arsyetuarit në studimet epidemiologjike është dyfazore. Së pari, synohet që të identifikohet prania e një lidhje në nivel statistikor mes një faktori ekspozues dhe një sëmundje, dhe së dyti, qëllimi përfundimtar është që të përcaktohet ekzistenca e lidhjeve shkaksore mes faktorëve ekspozues dhe sëmundjes. Por jo çdo lidhje apo shoqërim mes një faktori ekspozues dhe një ngjarje shëndetësore është domosdoshmërisht shkaksore. Përkundrazi, shumë lidhje të vërtetuara rezultojnë të mos jenë shkaksore. Këtu do të trajtojmë me hollësi alternativat kryesore të shpjegimit të pranisë së një lidhje statistikore mes ekspozimit dhe sëmundjes. Roli i shansit apo gabimi i rastit si alternativë shpjeguese e rezultateve në studimet epidemiologjike. Një problem themelor në shumicën e hetimeve epidemiologjike është fakti që në pamundësi të përfshirjes së të gjithë individëve, studimet udhëhiqen zakonisht në mostra të popullatës referencë. Nga rezultatet e përftuara nëpërmjet vëzhgimit të mostrës së përfshirë në studim, synohet që të bëhet vlerësimi i efektit të të gjithë individëve të popullatës nga e cila është përzgjedhur mostra. Pas marrjes së mostrës procedohet me mbledhjen e të dhënave. Kjo vlerë në fakt i referohet mostrës apo kampionit të individëve të përfshirë në studim. Mirëpo, qëllimi final i studimit është vlerësimi i prevalencës të duanpirjes në të gjithë banorët e Tetovës. Në kushtet e përfshirjes vetëm të një mostre në studim, epidemiologu tenton që nëpërmjet rezultateve të përfituara nga kjo mostër të vlerësoj prevalencën e duanpirjes në të gjithë popullatën referencë. Në këtë rast pra të gjithë banorët e Tetovës nga mosha 15 deri 50 vjeç. Një nga faktorët përcaktues madhor të gabimit të rastit në studimet epidemiologjike do të ishte madhësia e mostrës së individëve të përfshirë në studim. Vlera e PIS është probabiliteti i pranisë thjesht për rol të shansit të një efekti të paktën aq ekstrem sa i vërtetuar në një mostër të caktuar, nëse në fakt nuk do të kishte lidhje mes ekspozimit dhe sëmundjes në popullatën nga e cila është përzgjedhur mostra në studim. E shprehur ndryshe, gjatësat e pranisë së një lidhje të vërtet shkaksore mes ekspozimit dhe sëmundjes në kushtet e pranisë së një gabimi të madh të rastit, kur pia është më e madhe se 0.05, konsiderohen me marrëveshje si të pakta. Gabimet sistematike bias si alternativë shpjeguese e rezultateve në studimet epidemiologjike. Gabimet sistematike bias janë një nga problemet më serioze që duhen shmangur me çdo kusht në studimet epidemiologjike. Gabimet sistematike shkaktohen nga faktorë të cilët prodhojnë rezultate që shmangen sistematikisht nga vlerat e vërteta. Gabimet sistematike nuk kontrollohen gjatë analizës statistikore të të dhënave, prandaj zgjidhja vetme për të garantuar rezultate të besueshme të studimit është shmangja e kujdesshme metodologjike e këtyre gabimeve në çdo etapë të studimit. Kemi gabimin bias të përzgjedhjes. Ky lloj gabimi sistematik lidhet me mënyrën e përzgjedhjes së popullatës në studim. Kemi gabimin e mbjetesës selektive. Ndodh në rrethanat ku shanset e disa individëve me raste të reja të sëmundjes për të mbjetuar dhe për të konsideruar më pas në studim si raste prevalencë janë të ndryshme nga individët e tjerë të popullatës. Kemi gabimin e ndjekjes, ndodh në studimet kohorte ose në studimet eksperimentale ku subjektet ndiqen prospektivisht në kohë. Kemi gabimin e prevalencë incidencës, pra që quhen ndryshe edhe biasi Newman. Ky lloj gabimi ndodh në rrethanat ku lidhjet e përfituara nga rastet prevalencë të sëmundjes ndryshojnë nga lidhjet e përfituara nga rastet e reja, pra incidencë. Kemi gabimin e përkatësisë ose të grupit që ndodh shpesh në studimet rast kontroll në rrethanat ku kontrollet përzgjidhen nga grupe specifike me rrezik të ndryshëm për zhvillimin e sëmundjes në krahasim me ato të popullatës referencë nga e cila janë marrë masat.
Kemi gabimin e zbulimit dhe dektimit ndodh në të gjitha rrethanat ku ekspozimi ndaj një faktori rrit ose ul gjasat e zbulimit të sëmundjes së interesit. Dhe kemi gabimin e Bergson, sipas emrit të autorit, ndodh në rrethanat ku probabiliteti për shtrimin në një spital të caktuar është ndryshëm për të ekspozuarit dhe jo të ekspozuarit ndaj një faktori rreziku të interesit. Kemi dhe gabimet e informacionit, që quhen ndryshe dhe gabimet sistematike të mbledhjes së të dhënave apo bias i keq klasifikimit. Mund të shkaktohen nga defektet e instrumentave matës të përdorur në mbledhjen e të dhënave, gabimet në burimin e mbledhjes së të dhënave, gabimet të personelit të përfshirë në mbledhjen e të dhënave dhe gabimet të subjekteve të përfshira në studim dhe gabime gjatë fazës së analizës statistikore të dhënave. Kemi gabimet sistematike të lidhura me burimin e mbledhjes së të dhënave, që rezultojnë nga mangësitë apo cilësia e dobët e burimeve të dhënave që shfrytëzohen për studimet epidemiologjike, ku futen gabimi i historisë familjare, gabimet e dokumentacionit të daljes nga spitali, i konkurrencës së shkaqeve të vdekjes, i zonës gjeografike e tjerë. Gabimet sistematike të lidhura me personelin e përfshirë në mbledhjen e të dhënave rezultojnë nga ndryshimet në cilësinë e mbledhjes së të dhënave mes personelit ose ndryshime në cilësinë e mbledhjes së të dhënave nga i njëjti studius. Janë gabimet e dyshimit diagnostik, të dyshimit të ekspozimit, intervistuesit, apo gabimet e personalitetit që ndodhin në rastet ku studiusi është i bindur në efektivitetin e një mjekimi apo terapie të caktuar. Kemi dhe gabimet sistematike të lidhura me subjektet e përfshira në studim, pra që rezultojnë nga mos saktësia e informacionit të marrë nga individët e përfshirë në studim. Kemi gabimet e raportimit, gabimet e memorjes, të kulturës, të përkushtimit ose të vëmendjes dhe gabimin e hileqarëve, pra që në rrethana të caktuara individë të caktuar tentojnë të hiqen si të sëmurë për të përfituar asistencë sociale apo pensione të parakohshme. Kemi dhe gabimin e heronjve të heshtur, ku disa subjekte realisht të sëmur tentojnë të hiqen si të shëndosh për të mos humbur apo ndërruar vendin e punës. Kemi dhe gabimet e stërmundimit apo mbilodhjes, gabimin e pozitivizmit dhe negativizmit, gabimin e përgjigjes po, gabimin e përgjigjes së mesme dhe gabimet sistematike të lidhura me analizën statistikore të të dhënave, të cilat mundet të jenë gabimet të hedhjes së të dhënave në kompjuter, gabimi i numrave të preferuar, gabimi i strategjisë së analizës, apo i trajtimit të vlerave ekstreme, apo i trajtimit të dhënave që mungojnë, apo i rigrupimit të dhënave. Kemi dhe gabimet bias të torturimit të dhënave dhe gabimet e analizës post hoc dhe gabimet e pafpërfillshmërisë statistikore post hoc.